Këngëtari i njohur shqiptar Don John ka shkaktuar një valë reagimesh në rrjetet sociale pas publikimit të një fotografie me një femër misterioze. Në foton e postuar mbrëmjen e dieshme, ai shihet me partneren e tij, por identiteti i saj mbetet i paqartë, pasi Don John ka zgjedhur të mos e zbulojë atë. Në këtë imazh, thuajse me pak ironi, ai ka vendosur të shprehë një mendim të tij mbi gjendjen aktuale të dashurisë dhe marrëdhënieve. Ai shkroi: "Romantika s'po ka, se mangupa janë bo krejt." Mesazhi duhet të jetë një reflektim mbi mënyrën se si ai e sheh dashurinë dhe lidhjet romantike në ditën e sotme, duke shoqëruar këtë deklaratë me një ironizim për shoqërinë e sotme. Për të gjithë ata që kanë ndjekur karrierën e Don Johnit, ky postim sjell një anë tjetër të artistit, ato të reflektimit për jetën dhe marrëdhëniet. Fancat janë të ftuar të spekulojnë mbi identitetin e partneres që ai mban në krah. Deri më tani, Don John ka preferuar të mbajë gjithmonë një imazh të privatësisë, duke lënë gjithmonë hapësirë për mister në jetën e tij personale. Na duhet të rikujtojmë se pak kohë më parë, dolën thashë theme se mes Don Johnit dhe Loredanës kishte një lidhje, por që një gjë e tillë është mohuar nga të dyja palët. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.